Përshëndetje, mirë se erdhët në një tjetër vlog të Gjeni e Gjuri. Unë jam Gjeni dhe këtë javë do e kalojmë së bashku me recetat e mia, do më thënë dietën që më është rekomanduar për në që pojnë me kolitin. Ndërkohë, këtu po zje fasolet për bashkëshortin tim, sepse i zdot në baj dietë. Për drek sot kam fileto pule, zucchini dhe karot dhe oriz. Pra, është oriz me pul dhe këto dy perime. Do i bëj sot. Unë nuk jam buzhinjere profesioniste, mos më thoni si i pres, si i bëj, qysh tek, qysh filan fistek. Unë po i bëj të kjo gjëja këtu, thjesht nga që po bëj video, për ndryshe unë jam suk shumë. E di, Gjulja më bërtet, Keli më bërtet, mami më bërtet, por unë e kam më kollaju njërës që më për mua është se sa të riktu. Tëkët. Dhe më duket se duhet blej një nga ato më të lartë që më strikë shumë. Së është në bëja të shif një kur presë. Atëherë, i bëra këto gati, i breva, tani do bëj pulën. Problemi vetë me është se hajtë, unë apërqe shumë filet në pullet, për duhet jetë thjesht pak fare vaj dhe pak fare krip. Mund të ish pak krip, po. Nuk mund të ka do të krip. T'jemi të logikë shumë tani. To do i bëj gjitha me një vend, në një të nxerë. Prisni pak. Do i bëj të kjo. Tani. Unë për mëngjes do të kisha hëngra këto, me pak blueberry dhe avokado, por 4 herë në mëngjes kam avena dhe duhet ta përgatis në darkë, por nuk kam shtëpi, kështu që do shkoj ta blej sot tek Aldi, avena me blueberry dhe fara kia dhe fara dilino. Unë realisht kërkoj ndjes, nuk ja di për kthimet shqip. Duhet isha interesu para se të bëja video, një kërkoj ndjes. Do sigurojmë që për çdo gjë tjetër, ingredient për bërë si bie, kem fjalën e dur, sepse normalisht duhet jetë ashtu, ju kërkoj ndjes. Nuk e që zjen fasolet e burrit, bëj këtë unë, se sot do merrem edhe me disa gjëra nga garderoba Keli, qa duhet tërgulloj, qa duhet se. Tu ka ardhur dimi në full force njërës, mos t'i gënjeja i djeli atje lartë, tu realisht shpar dolëm sepse t'ju tregoj pak në sekundë. Shikoni çfarë më erdhi se morit si morit. Kisha porositur 50 sop, burrin 50 sop, son 10-20 pa ta thënë. Ka vizitat e mia, dhe normalisht me dhënat e mia atje mrapa. Kështu vajte morëm këto, pim një kafe, bëm një xhiro, ishte freskët. Pas diellin kështu thash, zot, ishte freskët. Nice. Kështu që ky vlog do jetë thjesht me recetat e mia gjatë gjithë javës. Do mundohem t'ju ja bëj, ju betohem çdo ditë edhe 2 herë në ditë vakte. Ju premtoj, tani të gatuaj. Sepse se si më duket që t'ju regjistroj kur i vën zjarri ju aty. Ju tregoj rezultatin përfunditar. Për darkë nuk gatova vetë, erdha poshtë restoranti, sepse dekoruam restorantin për Halloween, i pjesë atje. Nuk e dia duket, ajo është fantazma. Fantazma aty. Trick or treat moj. Gjithsesi, ishte scrambled eggs, vezë domethënë gjatë kërkoj tani, spinaq edhe pak një lloj djathi, ai cottage cheese, po nuk kisha cottage cheese këtu, kështu që mora mozzarella. Uova strapazzate, spinaq dhe mozzarella. Vetëm me vaj ulliri dhe normalisht pak krip, nuk e di do. Por hajme, pak për në të reshishme. Përshëndetje njerëz. Sot është e martë dhe vazhdoj me dietën. Mëngjesi sot ka një kos probiotik ose kos grek quhet. Jogurt grek, do të thënë pa yndyrna pa gjëra, po unë kosin e mbarova dje, kështu që do përdor sot probiotik. Që këta e zbulova unë. Probiotik si thonin kosi me fruta. Dhe unë kam këto të Activia's Gut Health. Kështu që do marr këtë që është me fruta pylli. Dhe gjë tjetër që kishte mëngjesi është një banane.
dhe një banane. Por, njerëz, mua nuk më mjaftojnë të tregojmë të sinqertë tani se nuk e di kujt i mjafton, më bëj çefi nëse juve mjafton, po mua kjo gjë nuk më mjafton. Dhe nuk dua të jem o zot, hajde. Do shtoj një kështu me avokado. Dhe mendoj që jemi gati derisa të ha drekën pastaj. Dreka sot nuk e di çfarë ka. Prit të shikoj. Dreka sot ka quinoa con zucca cotta. Pra, dreka ka quinoa dhe ungull të bërë në të pjekur, domethënë. Në furrë ose çfarë do lloj gjëje që të bëni, këtë gjë kam kuptuar, tjetë pa yndyrë. Kështu që nëse ashtu mund ta bëj me vapor poshtë tek restoranti ose thjesht i bëj me shumë pak vaj lart këtu. Do shohim. Mund ta bëj vetë ajo e grilës, keni parasysh ajo që janë ta tutiganet që imitojnë griljatën, mund ta bëj aty. I ka të hamgjesin. Hej njerëz, pra sonte për darkë un kam fileto peshku të bardhë. Nuk jam fan se peshkut, nuk e ha asnjëherë, por jam detyruar. Dhe finocchio dhe galetti di riso. Ja tu ato. Peshku, më tha Keli që quhet sivas, nuk e di shqip. Edhe finocchio. Finok është shqip, o zot. Sinqerisht para se bëj këtë video duhet të mësoj terminologji, fjalorin e duhur shqip. Po nëse kjo është tani. Okej, si thuhet sibasit shqip? Sibasit shqip. Sibas. Peshk, yeah, thank you. Levrek. Pra, darka ime është levrek, finok, dhe këta. Shojme është i mirë. Pak krim normalisht. S'kam si dohet. Njerëz, finoku nuk më pëlqeu. Nuk e durova dot. Hëngra pak fare, nuk ishte. Për mua, nuk e durova dot. Hëngra peshk me ato galetti di riso dhe mora pak mozzarella. Nuk e hëngra as gjysmën e asaj mozzarellës, por nuk më ka pëlqyer fare kjo darka. E kam vujt dhe tani po hap kështu sepse me pak kos. Nuk më pëlqeu darka më keq. Unë përfundimisht nuk jam fan se finokut. Ndoshta nga që mund të ha vetëm me vaj ulliri, sepse për shkak faktikisht e kam ngrënë një herë te Xhulia dhe e ka gatuar mirë. Do të thënë si bie shoqërimi, kondimento ka qenë mirë, ndoshta edhe ka pëlqyer, ndoshta sot të haja vetëm me vaj ulliri dhe peshk, kaq. Unë si fan se peshkut që nuk jam. Dhe gjëra pa kondimento, nuk e di, nuk më ka pëlqyer fare. Dhe ju betohem që nuk du të jem dramatike dhe nuk du të jem ato lloj personi, por kjo darka s'm ka pëlqyer. Çdo gjë tjetër që kam provuar dhe se kisha provuar më parë, për shembull quinoa e kam ngrënë. U përballoj këtë gjë mirë, po finoku është jashtë listës time. S'më intereson stoja. Nuk është soi. Kjo ishte për sonte, të shohim nesër si do shkojmë. Mirëmëngjesi, sot është mërkur dhe vazhdojmë tjetër. Si që mund të shihni, inflamacioni vazhdon goxha aktiv, edhe kontaktova dermatologën time në Itali dhe s'ke që t'i bësh, duhet bërë një detox goxha i mirë tek zona e kolitit, tek zona intestinale. Ndërkohë vazhdoj me të njëjtën skincare që më pati dhënë ajo, uriazhe, si për herë, atë që e gjeni dhe këtu më parë ku kam qenë te dermatologja. Mëngjesi im sot. O që glitë ta, këta, dhe gjalp kikiriku. Temi të drejtën ishte i gjalp, që i ka mandurle, gjalp bajamësh. Por nuk gjeta gjalp bajamësh. Aty të dyqanë të mapet, që ju të ham gjalp kikiriku. Unë nuk e ha këtë, i me motër e ha, e përdor dhe për arbrin. Madje kam bërë një video në TikTok pak kohësh, ku them që nuk më pëlqen.
duhet. Duhet ta ham. Fikse. Ky ishte mëngjesi sot. Që jemi për drekën. Më iku e gjithë dita duke më marrë me profesionin tim, me kurrikulumin, updateova, xhernova si bie shumë gjëra. Plus lava pucut. Atletet e mia, të Kelit i lava gjitha, janë gati tani për dimrin. Tani dreka. Dreka ime është në fund më pëlqen. Okej, se themi drejt, ndër tani më ka pëlqyer pothuajse çdo gjë, edhe ato që e kam provuar për herë të parë, përveç finokut mbrëm. Vezë zier, patate ziera, karrota ziera. Me zi pastia. Kjo ishte dreka. Super thjesht, shumë e mirë. Këtë e kam pasur më parë, kështu që. Okej, se më parë ishte çik sallat, edhe ullin, por për kolitin gjërat jeshile, domethënë sallata dhe ullint janë armiku numër 1, kështu që nuk ja këshilloj, të paktën kur keni inflamacionin aktiv, mos harroni asnjëherë. Kështu që i ka taj gjërat e zjera. Hey njerëz, mos u tremni, është maska ime e lëkurës, është me balë të bardhë. E kam marrë në Shqipëri, nëse e dini, nëse keni parë vloget e Shqipërisë, nëse se keni parë, shkoni shikoni. Bëra një, nuk e qelava fytyrën, sepse nuk e dija e dini, po fytyra është më mirë në darkë ta lash herë, domethënë nga ora 8, nga ora 9, nëse flini nga ora 11-12, sa është më mirë që të jetë e pastër 2-3 orë para se të flini. Gjithsesi, update për darkën sot. Kjo është pure kungujsh. Nga i kungull i madh që mora, ma bërkeli është pure, sepse darka ime sot përfshin pure kungulli dhe cottage cheese. Kjo është darka ime sot. Por duke qenë se siç e dini, për mendimin tim nuk më mjafton. E di që më pëlqen pureja kungujt dhe cottage cheese, sepse tani më cottage cheese-in e kam provuar dhe puren e kungujve e kam ngrënë më para. Se ka pas bërë dhe mami, kështu që doja një ëmbëlsirë, dhe duke qenë se s'mund të ha ëmbëlsirë, bëra një mollë të zier dhe një dardhë të zier, varet cila nga të dyja mund të ha, mund të ha dhe të dyja nëse jam duke parë ndonjë gjë në kompjuter. Kjo është darka ime sot, tani do laj fytyrën dhe do ulem të ha dhe të shohim çfarë do bëj për pjesën tjetër të programit. Shihemi në ditën, oh my god, është e internet. Një nga gjërat që më ka ndryshuar mua me dietën është tani pi çaj dhe jo kafe. Në këtë ditë me shi që është e intja, mëngjesi im ka... Ky është mëngjesi im fix, ky, po pa banane dhe pa mjalt. Për pak të harrova t'ju thoja çfarë kam për drek. Për drek kam spinaq, që bëj tani, duhet jetë i zier, kështu që do zi spinaqin. Ndërkohë po bëj kam spinaq me risotto. Dhe një vezë të zier. Kjo është dreka ime. Jam kaq i lumtur për këtë drekën. Rizja është një ndër ushqimet e mia të preferuara, kështu që spinaqin e ha gjithashtu, veza zier unë jam fanse. Sa gjë e bukur. Hello, darka ime për sot është fileto pule dhe patate, tëmbla, kuqe e pure. Dua të bëj. Yay! Sot është e premte dhe unë kam diku të 10 ditë që e përdor këtë dietën, po, saktësisht 10 ditë sepse unë nisa të njëjtë që kaloj, dhe nuk e mbaj mend kur fillova të regjistroja për recetën e të premtes, më duket, sepse sot në drek unë pikërisht kam quinoa me zucchini, me karrota dhe kunguj të zier ose të pjekur pa vaj, domethënë shumë pak fare vaj ulliri. Kjo është receta. Atëherë në 10 ditë që unë ndjek këtë dietën, se harrova t'ju regjistroj në mëngjes kisha jogurt, domethënë kos frutash dhe një dardhë të zier që e zjeva që nga mbrëm. Ky ishte mëngjesi im, por nga që dola shpejt sa nga dola se kisha punë për të bërë, nuk e regjistrova. Dreka siç që thash është quinoa me perimet, ndërsa në dardhë është makarona me ton peshku do bëj unë vetë. Është toni me finok. Mua finoku nuk më pëlqen, kështu që në 10 ditë unë ndjej përmirësim sepse për mua kjo gjë funksionon. Shfryrjen, domethënë barku nuk është më i fryrë. Vedi shihni. Shfryrja është rikthyer, është shqyr. Ndjej më mirë, nuk kam dhimbje siç kisha më para, jam më e qetë. Duket edhe në lëkurë që po fillon inflamacioni të iki, që duket pak nga pak. Unë këtë dietë do e filloj do e bëj për një muaj rresht, por duke qenë se
10 ditë shqiptar, një javë shqiptar është shumë i rëndësishëm pikërisht për të parë si a funksionon. Për mua funksionon dhe e dia, në Itali kjo quhet dieta in bianco, e alternuar, ndërsa në Itali duket se po më thoshte një shoqëmi që quhet clean diet. Kështu që nëse funksionon për ju, mund ta provoni. Gjithmonë mos harroni që unë këtë gjë e kam marrë spunto, domethënë e kam nisur nga eksperjenca ime që kur kam qenë në spital, duke u bazuar në gjërat që më jepnin për të ngrënë atje. Unë nuk do ju regjistroj më për një muaj rresht sepse pikërisht doja, siç u kam shkruar edhe gjërat anash duke treguar dhe recetën, sepse produktet, përbërësit janë këto. Tani këto 3 javë që kanë ngelur nga që do e ndjek, thjesht do i alternoj pak a shumë që ta bëj pak më të shishme në syrin tim dietën dhe jo kaq, sepse jo gjithmonë çfarë haja më pëlqente, po thjesht e di që më bën mirë dhe prandaj. Kështu që këshilla ime është kjo, gjeni përbërësit e duhur, gjeni gjithmonë përbërës të pastër, clean, pikërisht, mos përdorni salsa, mos përdorni gjëra pikante, djegëse, sa më e pastër si dietë, sa më e qartë, sa më e thjesht, aq më e mirë. Gjeni një mënyrë që ta bëni të shijshme për veten tuaj. Unë për shembull nuk do përdor më kur finok. Ashtu shqeto. Nuk do përdor sepse e pas që nuk më pëlqeu, por do provoj gjithsesi të gjej një afrim tjetër finokut. Çohet me çfarë mund ta shoqëroj që ta bëj pak më të shijshme për mua, sepse është realisht të bën mirë për shëndetin. Kjo ishte, shpresoj të ketë pëlqyer, shpresoj të kem qenë e qartë. Nëse doni që t'ju bëj edhe javët e tjera, më thoni në Instagram ose këtu në komente. Faleminderit që na ndiqni, faleminderit që jeni me ne.